Përshëndetje, buongiorno. Mirë se u gjetëm. Si kaloni? Edhe Shqip. Një lokal pronar shqiptar në Firenze me Si shumë të tjerë. Faleminderit për mirëpritje. Lutem. Eja, unë jam Ervini, të tregoj lokalin tim. Po, kjo është një pjesë e lokalit. Siç e shikon, jemi përballë Kapele Mediqe. Kjo është një nga bazilikat më të mëdha dhe më të famshme në Firenze. Është më e madhja mbas Duomos. Ervin, si rastisët e këtij lokali? Si erdhi ideja që ti erdhe deri këtu? Unë kam pas punuar për shumë vite në një lokal shumë të famshëm këtu në Firenze. Arriti periudha që u bëm gati, ishim stafi, ishte gati çdo gjë, edhe u ra mundësia që lokali ishte në shitje, na pëlqeu, e blëm, sepse kishte potencial. Edhe ne shtuam më shumë atë që kishte. Nuk ishte arrendimi, siç e shikon, përveç arrendimit edhe pjesa e stafit, që është pjesa më kryesore e një lokali. Siç e shikon, shumicën e kam djem nga Shqipëria, por ka edhe nga vende të tjera, që pik parë kemi mikpritjen, dhe pik dytë është normale cilësia të jetë ekselente për vendin që është. Çfarë ka veçantë kjo arrendim që kemi? Siç e shikon, këto janë vetëm pjesë nga vitet 60-70, janë çik vintage. Prodhime toskane. Toskana është e njohur për qeramikën, është e njohur për prodhimet me dru. Është e njohur për stilin e vet. Siç e shikon, këto tavolina janë tavolina që gjyshet dhe nënat e Fiorentine me mbajnë në përshpit e tyre para se të ndrojë stili. Tani është stili super i ri, përpara u përdorin këto tavolina. Është sigur në Shqipëri keni akoma ato karakteristikat e juaja. Ky është një nga ambientet, apo? Po, kjo është një nga ambientet. Do na shoqërosh ta? Po, lutem. Kjo është një pjesë që më pëlqen shumë. E përdor vetëm për diçka familjare. Është një tavolinë e bërë, mund i them njerëzve kur vinë, rrini sikur të jeni në shtëpinë e gjyshve, sepse është e bërë stili i tyre. Siç kanë pasur shtëpitë e gjyshve që mikprisnin përpara të gjithë, edhe kanë mbajtur atë një stil. Edhe kjo është pjesa që më pëlqen më shumë ke qoshja. Pjesa poshtë më stan? Hapësia nuk na mungoj, siç e shikoni. Ne këtu bëjmë grupet më të mëdha familjare. Tu kemi një grupin ton që ka rastisur këto pjesë janë shqiptar për të bërë një drek familjare nga ato të mbledhjes. Ju kanë gjetur rastisht apo? Pak a shumë, janë miq, janë njerëz që vinin përpara dhe vinë akoma mbrapa. Kurse ke salla madhe, tu kemi më shumë hapësirë, janë më shumë grupet e organizuara. Dreka dhe darka që organizojnë agjencitë që janë grupe më të paracaktuara, jo kalimtar. Unë jam mbi 30 vjeç jam këtu. Kam mbaruar shkollën e mesme dhe kam bërë edhe shkollën e lartë këtu. Që kam një jetë në Firenze dhe në Itali. Familja ime u vendos këtu mbas 97, si madje ishte përpara, kështu që ne jemi, mund të themi, nga të parët që kemi pas ardhur. Dhe si punëtor, si familje që vazhdoi ta zhvillonte jetën aty ku mendoi se ishte e ardhmja për fëmijët dhe për vetveten, u vendosëm këtu. Me punë, me sakrificë, me të gjitha. Shqiptarët ja dalin gjithmonë kur ka rregulla, kur ka shtet, shqiptarët janë të parë dalin. Sa e vështirë ka qenë nisja pra në Itali dhe sa mikpritës kanë qenë italianë në fillim të shqiptarë? Ka ndryshuar shumë. Unë që e di, sepse i kam parë, pjesën e parë të filmit dhe pjesën e dytë të filmit, mund të them që ka ndryshuar shumë. Unë kam 2 fëmijë, një djalë dhe një vajzë, që njëri është 18, tjetri është 14, dhe kur bëj shaka me ato, i them, ju jeni me fat 2 herë. E para, sepse nuk keni ardhur nga Shqipëria në vitet 90. E dyta, sepse jetoni mbas viteve 2000. Por janë 2 gjëra shumë ndryshme. Shqiptarët tani nuk janë më si shqiptarët përpara, nuk merret njëri më me shqiptarët me negativitet. Shqiptarët janë të mirë kpritur, mirë ardhur, njihen si njerëz të punës, njerëz pagues, njerëz që nuk krijojnë probleme në mënyrë ekonomike, mund të themi, dhe ka ndryshuar perceptimi komplet i emrit. Si qëndrojnë shqiptarët në raport me emigrantët e tjerë që janë në Itali? Është një rrotë që rrotullohet. Është një tallje që bënin ne gjithmonë, i themi me miqve tonë, kur ishin napolitanë, sepse zakonisht në këtë sektor të mikpritjes, mund të themi hoteleri, turizëm, restoracionin,
është një punë e vështirë, që jep shumë mirë rezultate ekonomike shumë të mira, po jep edhe shumë probleme. Probleme është që sakrifikon jetën për të arritur rezultate ekonomike shumë të mira. Përpara e bënin njerëz që kishin nevojë dhe kishin uri. Uri do të thonë uri për rritje. Ishin ato që vinin nga jugu, që emigronin nga jugu i Italisë, vinin në veri të Italisë, që veria ishte gjithmonë, veriu ishte gjithmonë më i arrirë ekonomikisht, sa jugu, dhe vazhduan, bën jetën e vetë, krijuan firmat e veta, restorantet e veta, arritën fëmijët arritën të shkollonin, fëmijët normalisht nuk duan të bëjnë jetën e prindit, sepse është jetë me sakrifica, dhe shitën lokalet. Shqiptarët ishin ata që punonin te këto lokale shumë të herëve. Gjithmonë njerëz me përvojë dhe me sy shumë të mirë. Si për gjuhët, normal këtu në Firenze është një vend kosmopolit, kështu që gjuha është kryesore. Dhe shqiptarët gjuhët 3-4 i din gjithë. Ka qenë një nga ato arsye pse shqiptarët ecën shumë në këtë sektor. Të paktën këtu në Firenze, po të shikosh në gjithë vendet turistike shqiptarët kanë ecur shumë. Si në Firenze, në Venecia, në Siena, çdo vend ku ka turizëm, nuk po them më shumë apo pak, po 30-40% lokaleve janë me shqiptar. Jo menaxher, por pronar shqiptar. A ka shqiptar që vinë te lokali juaj? Po ka dhe shqiptar nga Shqipëria. Na kanë rastësisur Vinë rastisht apo? Po rastisht. Është rrjete nuk ka lidhje. Rastisht. Ne i përdorim, po jo dhe aq. Është më shumë ajo tam-tami. Do ta thuash, shko aty se gjendesh mirë, etj. Po rrjete për të flyer nuk përdorim. Ne jemi prikuritur sepse duke qenë nga njëjti vend është gjë e parë që do të vinte në ndërmend, domethënë të mikpresësh njeriu tënd. Dhe për këtë bëjmë të gjithë para shumë, nuk është se jemi mikpritës vetëm me, domethënë mikpritja për shqiptarin ka qenë gjithmonë traditë. Po kompleksi për të folur shqip nuk ka pasur ndonjëherë relativisht sens. Sidomos tash në ditët tona njerë, për mund ta kuptoj ndoshta nga ato të anës Greqisë për terrorizmin racistë që mund të kenë pasur, por këto të anët këtej nuk është se kanë vujtur kurse se sa shumë domethënë që se më duket çudi kur thonë sa burr flet shqip. Unë flas shqip siç flas anglisht, flas frëngjisht, flas çdo gjë që vjen. Për mua çdo njeri është i mirëseardhur, pastaj, po që nga ana tona është më se i mirëseardhur, është i mikpritur. Kjo është diferenca e vetme. Po ne kemi një linjë. Çdo njeri që vjen është mik. Dhe duhet dali si mik, i mikpritur dhe i mirëpritur, që dali i kënaqur. E kishin menduar ndonjëherë që mund të arrijë deri këtu? Është jeta, shkallët. Thamë, është një rrotë që rrotullohet për të gjithë. Kur bie fjala që u tallëm ato na projetantë që na thanë erdhët ju bëm italian, tani erdhën këto tjerët ne u bëm italian dhe ne me kuptimin që rrota xhiron dhe çdo gjë lartësohet. Tan shqiptarët tani nuk njihet janë apo janë ndryshe nga komuniteti italian. Ndoshta kur flasim veç për veç, mund t'i kuptosh, por përndryshe ti mund t'i kalosh në rrugë, nuk e dallon se është shqiptar italian, si nga e folura të gjuhës, si nga themi veshja, paraqitja apo luksi që paraqet, nuk ka diferencë. Nuk është se ka getizim ose diferencë. Çfarë mendon kur gati çdo ditë ose le të themi çdo ditë futesh në lokalin tënd dhe shikon që gjithë lokali është plot? Më bëhet qefi. Më shumë i bëhet qefi gruas të kalamajve, po është arritje dhe kjo. Është arritje sepse do thotë që po bën punën mirë. Dhe kur po bën punën mirë, do të thonë që s'ka asgjë tjetër që duhet të përmirësosh më tepër, domethënë nuk mund ta vrasësh më. Gjithmonë njeriu është në lëvizje për çdo gjë. Sidomos nëse ke aktivitet, do t'i shtosh, do t'i bësh, do të hapesh në ditë sektore. Po kur gjërat shkojnë mirë, ndonjëherë thua, okay, në rregull, kishojmë ato që kemi ndërtuar dhe si po i ndërtojmë. A vjen shpesh në Shqipëri? Rrallë për mall, dhe mund ta them me plot gojen, gabimi, për mendimin tim i kolegëve të mi, restoratorë ose në sektorin e mikpritjes në Shqipëri, është se mendojnë shumë pak dhe për shumë pak kohë. Sytë e tyre për mendimin tim arrin deri ke hunda, nuk arrin deri ke dera. Të pakën ke dera, mos më thonë ke hyrja e rrugicës. Mikpritja është numri 1. Abuzimi nuk duhet të ekzistojë. Në Shqipëri unë kam vënë re që ka 2-3 gjëra
që duhet përmirësuar. Cilët janë? E para gjë të kuptojmë që jemi në Shqipëri. Jemi në Shqipëri, unë jam këtu në, mund të them, një nga vendet më të bukura të Firencës. Çmimet e mia nuk janë aq të shtrenjta, normale, janë diçka më shumë se një periferi e Firencës. Po cilësia ime është e mbajtur dhe çmimet e mia janë në normë. Një person që vjen nuk rri i pakënaqur me cilësinë dhe me shërbimin, me çdo gjë që merr. Në Shqipëri vjet re domethënë që ka një përcaktim të çfarë është elitare, çfarë nuk është elitare. Është një luks i tepruar. Është një çmim i tepruar për gjëra për mendimin tim nuk kanë sens. Unë shkoj shpesh në Greqi për pushime, dhe shkoj shumë shpesh. Mund të them gati jam 1 muaj në Greqi, në të gjitha vendet. Dhe e vetmja gjë që më bën përshtypje është që ti mund ta gjesh vendin dhe veten mund ta gjesh në çdo vend duke vendosur ti çfarë të shpenzosh, çfarë shpenzosh dhe ku të rish. Dhe je prapë i kënaqur. Mungon, sepse janë përcaktuar sa le të themi budallalliqe për mendimin tim, çmime stratosferë për shërbime pa lidhje. Në çdo vend është mirë ta përcaktojë vendin që ka, dhe t'i japi peshën asaj që meriton. Për mendimin tim Shqipëria ka një peshë, një potencial shumë të mirë, por nuk mund të vihet në turizmin elitar. Firenze quhet turizëm elitar, sepse ka turistë të shumt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja, Japonia, njerëz që me vërtet mund të paguajnë dhe harxojnë, ka një fuqi blerëse shumë të madhe se normalja e Europës. Vinë në Firenze pse? Sepse prindit e tyre kanë qenë studentë Firenze, sepse këtu ka shumë shkolla, universitete, fëmijët e tyre kanë ardhur dhe gjyshët e tyre kanë pasardhur. Po kjo bëhet sepse ka qenë gjithmonë të mirëpritur, sepse kanë pasur atë që thash, shikimin e shikonin deri në fund të rrugicës, jo deri te hunda. E kanë mbajtur gjithmonë mikpritjen, çmimin, argëtimin dhe nuk e kanë mbajtur gjithmonë, mund të themi, reale qytetin. Çfarë këshillash do jepni të atyre që kanë restorante në Shqipëri, nëse gjejnë këtë video? Këshilla është punoni, mos abuzoni dhe mendoni për të ardhmen, sepse ardhmja nuk është një sezon, nuk është një muaj, nuk është një vit, nuk është 10 vjet, e ardhmja është për fëmijët tuaj. Nëse ju do punoni mirë, do ta bëni tjetën të kthehet me gjithë qef, nga 1 të kthehen 5, nga 5 të kthehen 50, sepse kështu funksionon. Po gjinda mirë, unë do flas mirë. Po gjinda keq, normal do flas keq. Edhe me sa shikoj të paktën, nuk e di sepse çdo gjë është, unë shikoj Shqipërinë pak herë, nuk e shikoj shumë herë. Ma i boom që pati Shqipëria mbas Covidit nuk u shfrytëzua shumë. Nuk u shfrytëzua sepse e shikon nuk mbajti ritmin siç duhet ishte, nuk kishte shumë fishim të turizmit. Kishte një turizëm, mund ta them, për të mësuar, ishte thjesht si punë interesimi i thjesht, shikojmë diçka të re, po një herë që shikon, në qoftë se të thith, ajo gjë e re nuk të bën të kthehesh më shumë se një herë. Dhe kjo është gabimi i Shqipërisë për mendimin tim. Përvin ju keni dhe një lokal tjetër që është pak më tutje. Po, atë e kam me një ortakun tim, edhe ai vjen nga Guzhina, një lokali shumë të mirë të Firencës. Ne kemi qenë gjithë, jemi punëtorë që kemi marrë zanatin duke punuar. Edhe kjo është këshilla, domethënë, e të gjithëve, ta marrin zanatin duke punuar, ta shikojnë si vjen puna nga vetë sakrificat. Ta shikojnë punën nga një aspekt tjetër, ta shikojnë edhe punëtorën nga një aspekt tjetër. Sepse gjithmonë ankohen nuk kemi punëtor. Jo, duhet kesh punëtor, por jo stevër. Stafi do të jetë prezent, sepse është më shumë stafi prezent me ty se sa familja jote. Du ta marrësh stafin më mirë se ç'mban familjen tënde për gjërat kryesore. Ajo bën diferencën, sepse si sa më mirë i mban, aq më shumë ato të mbajnë. Sa më shumë ti jep, aq më shumë rezultate ato do të japin. Edhe ta shikosh në fund vitit pastaj. Sa ndihmues është që një shef kuzhine të bëhet pronar lokal? Shumë ndihmues, nëse është i aftë, shumë ndihmues, po gjithsesi çdo njeri do të marrë rolin e vet. Nëse i aftë, mund të bësh pronarin. Nëse si e aftë, më mirë të bësh administratori ndoshta. A humb kuzhina kur shefi i kuzhinës bëhet pronar? Jo, nuk humb. Nuk humb sepse e shikon me sy tjetër. Nuk duhet të janë dyra gjëra, të menaxhosh numrat e menaxhosh kuzhinën. Në lokali tjetër, unë menaxhoj numrat, ai menaxhon kuzhinën dhe hecim shumë mirë. Para pak ditësh
i gjithë stafi i Partisë Demokratike Italiane me Eli Schlein e tjerë. Domthonë kjo ta bën kemi diçka krenari që ne po bëjmë punën e duhur, domethënë që ne po ecim në drejtimin e duhur. Nuk është pakën për ne që kemi filluar nga nuk po them zero, po pak a shumë. Kush është hapi tjetër i radhës? Ha pak a shumë. Le të lëm jetës, ta shijojmë atë që kemi. Unë jam pak budist në filozofinë e jetës. Çdo gjë duhet të vi se ka një sens pse po vjen. Edhe ta mirëpresesh atë kur të vjen. Ndash e keqja, ndash e mira, hapi derën se s'kesh atë i bësh. Vetëm thjesht menaxhoje si të vi. Do kisha dëshirë të thrisja edhe pjesën time më të mirë te kjo pjesë e intervistës. Ajo që përbën për mua suksesin e vërtet të jetës dhe të punës. Unë jam Adela. Adela, faleminderit shumë për intervistën. Ervini të prezantoj si gjysmën tjetër më të mirë. Çfarë do thotë që të kesh një biznes bashkë me burrin dhe jo vetëm ta kesh, po edhe të punosh bashkë me burrin? Për mendimin tim është një gjë shumë e mirë, se edhe se kalojmë gjithë ditën bashkë, nuk është vetëm ajo që çiftet kur rin pas zien, por kur shikon në fund që arrin atë që ne ndërronim, atë që ne prisnim nga jeta jonë, më në fund jemi të kënaqur me gjithë suksesin, me të thënë që kemi arritur deri tani dhe shpresojmë që po ashtu dhe fëmijët tanë të kenë po të njëjtën dëshirë për të punuar e dëshirë për të vazhduar në hapin tonë. Kur punoni gjatë ditës bashkë, ka një moment që edhe po themi nervozoni me njëri tjetrin? Ndonjëherë po, me thënë drejtën, se ka shumë gjëra që ai mund të mërzitet dhe me të tjerët edhe si puna asaj të më bërtasi mua që të gjejnë tjerët. Por është diçka që është e mirë dhe e keqe, se ndonjëherë edhe unë ndonjëherë mund të jem varë se mund të jetë momenti, por prap arri që ta kuptoj. Se kjo punë ka lodhje, por ka dhe shumë stres. E kishit menduar që do kishit një prej restorante më të mira në Firenze? Me thënë të drejtë, nuk kam ndjekur më shumë ëndrrën e Ervinit, se unë vija nga një anë tjetër e mendonim ndryshe, me thënë të drejtën, vazhdimin tonë, por nuk jam penduar, më pëlqen dhe shpresojmë që të vazhdojmë me këtë hap që kemi nisur. Ke pensuar gjithmonë tek ëndra e Ervinit apo ka pasur ndonjë moment që ke thënë doja dalim realisht? Tani, ne kemi nisur pas Covidit, kështu që gjithmonë hapat që merreshin, iniciativat që merreshin ato kohë ishin duhet të mendosh 2-3 herë. Atë e kisha një pikë pyetje. Kurse tani jo, mjafton që të kesh vullnet për të punuar, të përveshësh i pari duhet jemi ne të përveshim mangët, dhe të ecim para, pastaj gjithë stafi nga mbrapa. Ajo çfarë kam vënë re në fakt tek restoranti juaj është që edhe pse ju jeni, po themi, pronarët, mund të jeni 2 persona që ndoshta punoni më shumë në restorant. Është një shembull që duhet japim tjerëve që ne të parë dhe tjerët na ndjekin mbrapa. Tani ardhmja jon pak a shumë dihet. Kemi nisur një hap dhe ne me këtë do vdesim me këtë hap, se na pëlqen, është diçka që edhe unë jam futur në këtë botë, më pëlqen si ëndra jon dhe shpresoj, nuk them që fëmijët të vazhdojnë diçka tjetër, por nëse i pëlqen pse jo, të një nga fëmijët tanë të jetë pasardhësion. Kemi parë që vinë shpesh shumë shqiptarë këtu. Po pak a shumë jemi çik mikpritës në shqiptarët. Mjafton një fjalë e ëmbël, diçka edhe pastaj ngeli dhe të kënaqur besoj. Na foli pak Lili edhe për restorantin tjetër, Po. që janë në 2 shqiptarë, Po. 2 restorante, janë të suksesshme. Dhe faleminderit për që ta më intervistë. Faleminderit ju. Ky është restoranti jon. Gjëra e rëndësishme që ne bëjmë, presim klientët, bëjmë traditën shqiptare, i bëjmë që të ndihen mirë, si në shtëpi vet. Ulen, pastaj fillojmë gjë më rëndësishme, po ushqimi, janë gjitha të freskëta. Kemi bërë shumë sakrifica për të arritur në këtë gjendje. Restoranti ka shumë pak, pothuajse 2 vjet, po ka arrit që është bërë një nga restorantet më të njohur të Firencës. Nga të gjitha anët. Shqiptar kemi plot, na kanë ardhur, na kthen, kemi bërë klientët tonë të gjithmonë. Shumica na gjen rastisht edhe është e vështirë që mos kthehen 2-3 herë pastaj sepse ndjen mirë, hanë mirë, kjo është e rëndësishme. Nga të gjitha anët e kemi. Na vinë nga Amerika, spanjoll, italian,
Kemi klientët tonë, kemi kriju klientelen tonë. Jemi shumë të kënaqur, kemi arritur për 2 vjet, kemi arritur që restoranti jonë të njihet më shumë se sa të tjerët. Sa më kritës ka qenë Firenze me ju? Shumë. Më shumë po na kthehen italianët tani, sepse njohin cilësinë, njohin ushqimin, mirëpritjen, edhe shumë janë. Çfarë ju konformojnë vesh pronaret janë shqiptarë? Nuk ka fare diferencë, edhe janë shumë të kënaqur, sepse hanë mirë dhe janë të kënaqur, ne kemi rru traditën e italianëve o kudo që kemi bërë, se shumica ushqime janë ushqime italiane. Deri në kjo është hapësira e brendshme. Kjo është hapësira, po, na falni që për rëmujen, kjo është salla madhe, edhe një sallet vogël këtu. Kemi edhe sallën tjetër. Kjo është salla vogël, pak më e vogël. Edhe kemi edhe pak për jashta, pedanën. Kjo është pjesa jonë, më e rëndësishmja. A kishte menduar kur erdhët në Itali se do arrini deri këtu? Jo, se kishim menduar, edhe kjo është arritja jo më e madhe për momentin. Do urojmë që do vazhdojmë akoma. Çfarë keni në plan? Të tjerë me radhë, restorante të tjera. Mesazh për shqiptarët. Për shqiptarët, na mungojnë shumë, ne punojmë për, nuk është se nuk na mungon Shqipëria që kemi ardhur këtu, kemi ardhur për të bërë një jetë më të mirë, dhe ju mirë presim. A keni shpesh në Shqipëri? 2 herë, 3 herë në vit vim. Na mungon Shqipëria, vim gjithmonë, bëjmë anke pushimet e verës e bëjmë gjithmonë në Shqipëri. Sa ka ndryshuar Shqipëria nga momenti që keni ikur ju? Unë mendoj shumë, sa që kemi vajtë kemi gjetë gjithmonë dhe më mirë. Jemi kontent edhe këtë se na kanë bërë shumë komplimenta, edhe njerëzit që kanë ardhur këtu na kanë bërë komplimenta për Shqipërinë, që po vinë, po bëjmë pushimet, edhe ne ndjehemi shumë mirë. Faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit ju, mirëpresim. Ciao.